Tani më e keni kuptuar kur fillon programi me hey, si piratët, e dini që është e diel, padyshim që e dini që është e diel, se i bie që keni qenë në kom. Se keni prit këtë ditë me thënë drejtën. I bie që keni qenë në kom këto ditë dhe jo, nuk keni qenë në kom, është e diel, keni shkuar, jeni duke shkuar apo do shkoni diku për rreth 2 orë do të jeni me Ariola Sheu. Voilà, dhe Arion Muça do të jemi në transmetim, mos po dëgjoj gjë me kufje, kështu që po i heq Arion, do jemi në transmetim deri në orën 20:00 sot për të folur për një destinacion që dhe unë dhe Arion e kemi këta këmbë kanë prek në atë territor, atë tokë. Por edhe kemi përshtypje shumë të mira për këtë destinacion. Edhe për të ftuarin që do të kemi pas pak, po mi të gjitha flasim për destinacionin, do të jemi në një shtet, qytet do thosha unë, se atë si shtet. Atë si shtet, në përgjithësi nuk është se kemi shumë informacion. Ka qyteza shumë të bukura, por shteti identifikohet me qytetin. Do thoja unë, do pretendoja unë, do mendoja unë Ariola Sheu. Për gjithë ata që se kanë kuptuar, si ndjen Arion qytetet e tjera me këtë që sa po. Janë duke na ndjekur të gjithë ata të qyteteve të tjera dhe janë duke u mërzitur në këtë moment për te humorit, për ata do thoja Ariola që po na ndjek për shkak. Po, i ftuari është këtu në krah ose themi. Edhe mund ndihet shumë i ofenduar nga kjo gjë dhe ti për shkak. Ja do ta zbulojmë pas pak. Do komunikoja me ata që po na ndjekin në kanalin 10, faleminderit që jeni me ne apo në aplikacion me Z dhe në radio gjithashtu që jemi në Trip Top, do të jemi për rreth 2 orë siç e tha dhe zemra e veshur me roz sot, Ariola Sheu, dhe do ju bëjmë shoqëri përveç se me muzikën shumë të mirë që edhe në këtë episod e ka përzgjedh ky yll i bukur që është përpara meje, por edhe me të ftuarin që pas pak do të na rrëfej më shumë në lidhje me një qytet për mua e vogël kur u futa dhe u lumtova pak, po në përgjithësi do të na tregoj për pse jo edhe për fëmijërinë që ka kaluar në këtë destinacion, në këtë lokalitet. Janë vende strategjike Arion, nuk janë vende kështu nga këto, se për shembull vendi që ka përzgjedhur vetë i ftuari, për cilën do të flasim sepse dhe jeton aty, është si një pikë lidhje midis 3 shteteve. Domethënë ti për gjysmë ore mund të prekësh 3 shtete. Kështu që bëje sap, i vogël i madh, punën e vetë bën. Një liçen i ndan. Okej, nuk është ashtu siç mendoni ju, po flet për liçenin në këtë rast edhe për po flet për liçenin edhe për qytetin e vogël e cila prek 3 liçeni prek 3 shtete. Por kush është i ftuari i sotëm prap me bio? Ne kemi thënë as lokalitetin, as të ftuari, kemi zënë të flasim. Po tension, nuk mund t'i themi të gjitha ata në makinë kanë hapur krahun tani. Arion ti e di shumë mirë që misteri është më interesant se sa kur lëshohesh kështu tani. E kemi parë së fundmi që kanë filluar lëshohen edhe nuk e ke parë atë lajmin? Që janë lëshuar, kush u lëshua? Ai tipi që lëshonte mesazhe asaj tipe se ajo nuk donte mesazhe intime që më mëngjes. Nëse nuk bëjmë kronik në ndjes. Un kam marr bion e këtij personazhi. Ky personazh thot se është një model, e kemi të vërtetuar. Aktor, fitness enthusiast. Okej, që do të thotë entuziast kur bën palestër. Po. Okej. Kurse kisha menduar se vështirë është me thënë entuziast. Dhe traveler. Pra pas kemi fix për neve. Pra udhëtar i cili është entuziast kur bën palestër se bën rall me sa duket. Prandaj është entuziast. Kur vjen orari palestrës. Kur vjen orari palestrës për te humorit është entuziast në jetë, është një djalë me shumë humor, me shumë energji pozitive, pas pak do të jetë së bashku me ne, sikurse ju garantojmë që dhe muzika, siç u thash në hapi, do të jetë shumë e mirë. Tani ata që janë të vëmendshëm e dinë që ne për shkakun këngën e parë zakonisht e kemi si një grep, si një hook për të kuptuar publiku se me çfarë vendi do të merremi dhe vendi ishte, domethënë kënga ishte Phoenix nga Conchita Wurst. Po patjetër, e zbuluan me një herë lokalitetin. Po mirë me bën, po se të cili qytet. Ti nuk zbulova asgjë. Se jo, po të ta tregoj videon unë të Conchitës ty, ti do ta kuptosh më një herë se për çfarë. Conchita është ajo vajza me mjekër. Ajo vajza. Okej, e kuptova që ka fituar Eurovision. E kuptova. Po ju të tjerët nëse e keni kuptuar se kush është personazhi që do të na bashkohet neve pas pak në studio, është mirë që të na e thoni në Instagramin ton apo jo Arion në Trip Top. Nëse keni dëshirë mund na bëni follow. Si kemi Instagramin? Trip Top. Po ja, shkruajmë Trip Top vetëm ne dalim, nuk është se ka të dytë. Dhe për te humorit dhe për te shakas, na ndiqni në rrjetet sociale, na ndiqni në faqet tona personale të Ariolës, pse jo dhe të Arionit, gjithashtu ndiqni Topin nëse keni dëshirë të merrni edhe më shumë informacione, pse jo nga e përditshmja apo nga programacioni i cili është gjithmonë në radio fantastik, por gjithashtu duhet të falenderojmë që jemi tek fantastikët, edhe këtë sponsoring këtu Ariola Sheu, që na mundëson këtë episod të bukur të Trip Topit.
jemi me Auto Direct, e thash në anglisht apo Auto Direct, sponsori i pjesëve të këmbimit. Po pas pak do ju them edhe më shumë. Kështu që ne do të vazhdojmë të qëndrojmë në studion tonë me muzikën shumë të mirë që e kemi të përzgjedhur edhe për sot, kështu që të gjithë ata që po kthehen nga udhtimi si ditë e diel dhe janë në makinë, do t'ju bëjmë shoqëri ne. Muzikën e kemi super, të ftuarin e kemi super. Edhe ne nuk jemi keq, me thënë drejt. Na pëlqen vetja, kjo është pak po sigurt. Mua më pëlqen vetja jote për shkak. Edhe mua më pëlqen vetja jote, kështu që pëlqemi mes nesh, kjo ka rëndësi më shumë se sa të gjitha. Do të vazhdojmë të qëndrojmë në Top Albania Radio me informacione shumë të lezetshme. Sot do të ndalemi në, e themi Arion? Jo. e themi në Austri, në Vjenë. Rikthemi në Top Albania Radio me super muzikën që kemi përzgjedhur sot dhe me super destinacionin. Do të ndalemi në Vjenë të Austrisë, Arion, dhe do të diskutojmë se sa i bukur është ky vend, i cili ka në fakt 2 milion banorë. Pse duhet ta diskutojmë? Ta diskutojmë se meriton Vjena të diskutohet? Absolutisht. Se pas kërka gjëra të bukura Vjena? Elbete dhe ka në gjë për çfarë? Ja, na thuaj 2-3 gjëra që si kemi ne për shkak që i ka Vjena. Ore, një herë mund të shohësh njerëz të bukur se në 2 milion banorë. Ja, dhe Shqipëri ka njerëz bukur. 2 milion banorë të gjesh në Europë saktë. Po dhe në 2 milion jemi ka njerëz bukur edhe tek ne. Jepi tjetër. Vetëm se aty janë të mbledhur në disa më pak kilometra katror. Kështu që është në fakt një nga qytetet më të rëndësishme evropiane, jo vetëm për numrin e popullsisë, por edhe për historinë, Arion, sepse një herë ka qenë djepi i muzikës, sa kompozitor kanë nxjerrë Sa kompozitor kanë nxjerr me 10 kompozitor, po më të njohurit janë ata që janë edhe për çokoladata. Prandaj njohim se qesh. Se nga që blem ato pijet. Ska, në Vjenë kompozitorët i keni në për çokolata, në për pije, nuk mund të gaboni. Keni topat e Shtopa më të kujt më. Këtë Beethoveni, të Mozartit, kanë të ëmbëlsira, italisht quhen le palle di Mozart. Po, Mozarti po. Është Wolfgang Amadeus Mozart nga Austria. Në dimensione reale, kuptohet. Ne po themi Austria, se jo të gjithë kanë Vjenë kanë kaluar, me do e mos kanë kaluar në Vjenë sepse djepi i Austrisë, i kulturës vazhdon të jetë dhe ka qenë Vjena. Kemi edhe Straussin, për shembull, që ka bërë histori. Edhe si këta kemi edhe shumë të tjerë. Ka qenë Sulmus apo jo? The Kiss, çka ka qenë? Sulmus, po tamam. Ndërkohë, piktura e famshme The Kiss e Klimtit është pikërisht në Vjenë, e pozicionuar në një nga muzeet e Vjenës që mund ta vizitojnë të gjithë ata që janë dashamirës të artit. Pra me pak fjalë, në 2 fjalë që ne tham, përmendëm artistë të jashtëzakonshëm që kanë qenë, si thosh, me një ndikim shumë të madh në të gjithë globin për kontributin që dhanë. Çka kanë pas? Mund të kanë pas dhe mace. Mace? Po. Ata kanë qenë. Kanë qenë. Humori im. Ky humori im fantastik, spektakolar, nuk ka qesh asnjëri. Për te humorit. Vjena është një qytet i jashtëzakonshëm, pas pak nëse keni dëshirë të qëndroni me ne do ju themi edhe disa detaje në lidhje me kostot që mund të përballoni nëse shkoni në Vjenë, sepse vërtet Vjena është bërë një nga qytetet më të aksesueshme për ne shqiptarë për shkak të fluturimeve të shumta që ka patur, ka dhe po shumohen në lidhje me vajtje ardhjen e qytetarëve të Shqipërisë në Vjenë. Ka patur. Po pse pas pak për shkak të na thua tani? Ai do tani, patjetër që po, nëse dëshironi të dashurmish dhe doni të udhëtoni drejt të Vjenës, tani varet edhe nga periudha, sepse nëse shkoni në Vjenë në periudha shumë të mira, ju mund të shkoni edhe me 49 euro për shembull për person. Përfitoni tani. Vetëm në këto momente, duke na klikuar 49.99 euro për një person, ose për më shumë tek kafe. Ose për më shumë persona, padyshim që duhet i shumë fishoni. Këto është thjesht, i shkruani 3 njerëz, 4 njerëz, është butoni shumë fishimit për ata që na ndjekin te kanali 10. Butoni shumë fishim. Por periudhat më të vështira për të gjetur padyshim bileta për në Vjenë janë periudhat e turistëve masiv që shkojnë nga Shqipëria për në Vjenë, që është periudha e ngrohtë e Vjenës, ku biletat mund të shkojnë edhe 300-400 euro. Kështu që nëse i bukur për të vizituar është edhe në periudhën e Krishtlindjeve. Duhet ta themi që Vjena është një nga qytetet më interesante. 400 euro bileta. 300 euro bileta. Ec aty. Po, kështu që në këto periudha që do të themi edhe pas pak do japim edhe më shumë info, janë periudhat e shtrenjta. 49 euro le të themi që është bileta bazë për të shkuar në Vjenë. Madje nëse që i bie në gusht ku të bie diellin majt kokës. Unë shkoja shumë në Vjenë në periudhën që biletat ishin fillonin nga 300 euro e sipër. Kështu që tani Vjena është bërë. Unë kur shkova në Vjenë tani që e kujtoj, ka qenë udhëtimi i parë dhe i vetëm, duket se është mbyll tani aeroporti, kam shkuar nga Kuksi. No. Po, dhe kam gjetur biletën, më duket 40 euro. Po kishte pilot avioni?
Ua, ishte disit prisin aty. Si mbret, ore. Qa thumi ti? Për zotin si më kam prit atë aeroportin Kuks. Ua, Ariola, i përshëndesim shumë që ose na dëgjojnë. Për zotin ka qenë eksperiencë shumë e bukur. Një aeroport aq i vogël, Arion. Po? More, një dhomë kishe sa hyje dili aty. Po në dhomë sa futet. Po aq ishte gjithë aeroporti. Po ustimi ishte shumë komod. Nejse. Po kam udhëtuar me jo më shumë se 40 euro, me vërtet. Bukur. Ekziston një kompani në tetor. Që është periudhë shumë e mirë për ta vizituar Vienën, se ende nuk ka filluar ai i ftohti i fortë dhe i ashpër. Dhe do thoja, është një kompani ajrore, por nuk mund të them emrin ato 3-4 që udhtojnë drejt Europës. Njëra prej tyre është low cost. Ajo low cost ke oferta dhe me 19 euro për në Vjenë. Shef? Ke oferta me 19 euro, vetëm tani në këto momente. Nice, po përveç biletës së avionit, sigurisht nëse do të jetosh si zotnia aty në qendër, të shkonte për shembull një 400 euro nata. Në qendër. Në qendër. Se ta sqarojmë për gjithë ata që nuk e dinë, Ariola Sheu pëlqen këto qendrimet në për qendra dhe në hotele nga 4 yje e sipër deluxe apo jo. Do ta nxjerrësh këmbën jashtë del direkt ke katedralja. Dhe nëse doni të flini te katedralja përballë kur është hoteli, pikërisht për katedralin do të flasim pas pak sepse edhe fotografitë regjia do të na ndjeki, do të na treguar pak se është një nga pikat më kyçe të Vjenës, shkon deri në 6.000 euro dhoma. Pra, shef. Aty do doje ti të shkoj, Jo, unë mora kur shkova në Vjenë, një herë kam qenë vetëm, kam qenë me një udhtim me prindrit. Kosto që ka Vjena vetëm një herë mund të shkosh në Vjenë. Tamam, kam qenë udhtim me prindrit edhe morëm hotelin ngjitur me operan, që ishte një godinë fantastike. Dhe aty ishte gjithkohë që shihej njerëzit edhe të veshur pak në formë klasike, pra për të risjell le të themi kohën e vjetër dhe ndjej një atmosferë shumë bukur të le të themi qytetit të vjetër apo historisë së qytetit, shumë interesant. Paske pas goxha lekti atë periudhë. Po për zotin s'qa. Nuk e keq për ta shijuar Vjenën ashtu siç meriton. Ju të tjerët që doni të qëndroni ndoshta në një bujtin apo në një hostel jo në qendër të Vjenës, mund të pagoni 15-20 euro. Ka dhe hoteleri të cilat mund të jenë mediokre por të mira, sepse Vjena ka gjithsesi cilësi edhe në hoteleritë të thjeshta. Me ti mu një hostel me 15 euro në Vjenë. Tani, ke dormitor, banjo të përbashkët ama, në 15-20 euro. Okej, por qëndron ideja që mund të shkosh. Dhe një hotel, le të themi që mesatarisht një hotel varion nga 70-100 euro për të patur kushte të mira qëndrimi. Pra, në një dhomë hoteli ku ti fle, ngrihesh, ke banjën tënde, ke ujë, ke dush, i ke gjitha këto gjërat bazike, ke dhe krevat. Po, pra. Mjafton, 100 euro me gjithë mira. Sa na vajti deri tani, pra 50 euro bilet, apo do mbajmë atë të 50 euro bileta, le të themi kështu. Po, 100 euro hoteli, 150 euro domethënë. Për 2 net minimumi do rish në Vjenë? 100 euro, 75 euro nata. Një 500 çifti vetëm për të shkuar dhe për të fjetur, ha? E kap. Vazhdoj. E kapëm këngën e radhës, rikthehemi pas pak me detaje të tjera. Po prit mos e kemi të ftuarin. Pas pak taftojmë pra dhe të ftuarin. Taftojmë dhe të ftuarin. Përsëri së bashku, përsëri të dashur miq, duke vazhduar me ju trëmbiftuar. Këtë shprehje se ke që ke shumë bukur. Përsëri së bashku, përsëri në transmetim. Po, më pëlqen shumë. 5 vite kam thënë për ditë, për rreth 5 vite nga e hëna në të premte këtë fjali e kam patur të dashur miq, gjithë ata që më kanë ndjekur dhe mund ta them se me krenarit një pjesë e mirë atyre që kanë qenë në RG Radio, kanë kaluar apo kanë patur eksperiencë edhe me topin, kështu që një super eksperiencë dhe kjo fjali më ka mbetur. Gjithsesi rikthehemi. Dhe rikthehemi në Trip Top të dashur miq, i ftuari tani më është këtu me ne, presioni ti u bë dhe u ndjes sepse nga i qeshur që ishte ulur aty që po krijonte një lloj stili, një lloj mundje. Serioz. Jo, është Është roli aktorit tani. Është roli aktorit tani. Gjithsesi në Austrinë jo pa të drejtë zgjodhëm, madje lidhej kaq bukur me këtë personazh sepse ai jeton pikërisht në Austri, në një qytet që ti e përshkrove të vogël, do ta pyesim i vogël apo i madh është. Do ta themi si e përshkrova në ato mesazhet tona. Me vërtet? Ja, ta pak sekret. Ja, do na thotë si do reagoj mbasi unë ti them, "Ore, ky qytet i që nga si zgëqe." Dhe tash ajo kur po e googëlloja. Ore, pse me këtë do merremi nëse unë kam parë më ka pëlqyer shumë. Sot do të ndalemi në Bregenz dhe në studion ton kemi kënaqësinë dhe dashurinë e madhe dhe mikpritjen e jashtëzakonshme të presim Kledi Hysa. Jepi koment për zgëqen. E bën do të fik të gjithë kohës. Jemi 2 orë në transmetim mama. Bëu gati ta vazhdoj më gjatë sepse emisioni u zgjat vetëm një puntat. Zbul. Pa përgatitur. Jo betoj nuk e pa përgatitur.
kjo kështu me se prisja fare. Kombinimi që nuk e dinim që O Ariola Sheva, ajo është dera. Atë po thosha. Ja më dola veta vashti, përjashtoj ky. Jo këtë pun ka, Kledi po pa mua nuk bën. Ja, absolutisht nuk ka shanse. Ishte, për zotin më keni surprizuar, ndihem si e ftuar tani. Shumë faleminderit që jemi ne, shumë faleminderit që na solle. Eksakt, këtë atmosferë të bukur. Pa merak mikrofoni i Topit është jashtëzakonshëm edhe pa ulur ti të merr zërin, kështu që ri qet mos. Ose bëj kështu si unë Kledi për shembull, se edhe unë kam tendencën të krusem. Folëm dhe treguam në hapje të programit pak për ty, treguam për të gjithë eksperiencën tënde artistike, por ky program fokusohet tek udhëtimet, fokusohet tek qëndrimi në rastin konkret në Vjenë dhe në këtë qytet këtë zgëqjen. Ore tani ti kthesh përgjigjen sepse unë e di që Kledi është i dashuruar me vendin që ka jetuar që prej 14 vjeç ke qenë apo jo Kled kur ke qenë në Bregen. Dhe mbron dhe mbron me fanatizëm, kështu që jepi përplasu. Përshëndetje. Oh, është qetësia para sturisë. Si ndihesh kur dikush i thot pa e njohur fare dhe duke e parë në internet vendin e familjes tënde i thot zgëqesh. Isha unë kë. Atëherë unë kam lindur në Burrel dhe jam shumë krenar dhe i lumtur për vendin që kam lindur. Jo, po s'po flisë për Burrelin, nuk po flisë për atë në Austri. Pastaj historia bërit vetëm dhe natyra më dërgon një event të vogël të Austrisë, qytet i vogël, quhet Bregenz. Në fillim kam qenë për një muaj babaj pas specializim. Ja ku i ke pam, regjia fantastike. Pas specializim dhe shkuam një muaj, ishte august. Gusht, gusht dhe më pëlqeu shumë dhe kur u kthem në Burrel më duk pak sikur ai vendi ishte diçka që doja të jetoja. Dhe mas një viti pastaj si motre Burrelit është edhe aty jam ndje me vërtet në shtëpi. Po, më ndjam disi shtëpi time. Dhe kjo ishte fal austriakëve, fal lokacionit, fal energjisë. Energjia që kishte si vend. Shtrirja si vend, liçeni, mali. Kledi për ata që ndoshta na dëgjojnë edhe në fakt Shkodra ngjan me këtë përshkrim. Liçen, mal, po gradej. Për ata që na dëgjojnë edhe ndoshta nuk kanë qenë ndonjëherë në Bregen, si do ta përshkruaje ti me pak fjalë qytetin tënd? Po dy rrugë janë me pak fjalë ta përshkruaj ai. Me pak fjalë, Bregenzi është ka ato shjene Italisë në arkitekturë, ka detin për mua që është liçeni është si det, që është Vlora ose po Saranda Vlora dhe ka dhe malet Alpet që për këtë gjë nifet Austria. Kështu që ka të gjitha, i gjetë të gjitha. Por e ndale vëmendjen tek natyra kryesisht. Natyra është është diçka që aty po kushtohet çdo gjë, për shembull edhe sot, sidomos me moshën i shikoj shumë gjëra më në detaje, dhe se herë shikoj qytetin ose malin si është ndërtuar, them kjo më duket si peizazh, nuk është mund të jetë origjinale. Është duket si të duket si e shpikur, e dizenjuar. Është diçka që hiçat letën ta shikoj se s'ka mundsi. Dhe ti je shumë i lidhur edhe me natyrën, ë? Je lidhur më shumë sepse tani sigurisht edhe Burreli ka natyrë fantastike, me të drejtën, Shqipëria në tërësi. Po edhe Bregenz, nëse për diçka dallonte, ishte pikërisht për natyrën e mrekullueshme. Diçka, un kam lozur 20 vjet futboll dhe sinqerisht nuk kam pasur këtë kohë të merrem me natyrën kaq shumë. Por detin unë kam dashur gjithmonë. Dhe liçeni ishte ajo që më dha atë ndjesinë e detit. Malin nuk ose e kam dashur kaq shumë, por 10 vitet e fundit nëpërmjet një çantën krah edhe një shoku tim që kam në punë, ai merret me dhe ai është hiking, alpinizëm dhe për të bësh hiking apo cross, biçikletë cross, po në këtë nivel që bën ai, të duhet të paguash për këtë personin, sepse ai njeh di gjithë rrugët, është si guid fix. Dhe ai më mësoi dashurinë për hiking, për malin, për në sistem në mënyrë tjetër, sepse vetëm gjë që unë merrja nga mali ka qenë skit. Që mësuam në moshën ku shkoj. Jo vetëm ti, edhe shumë të tjerë. Unë duke përfshirë dhe Arionin këtu, edhe unë njësoj. Ti je këtu? Po. Ku je këtu? Jam hiking, jam Maj malit. Tu mbas jam në fush nuk është për ata që pranë kanalin 10. Mario, se kemi edhe ca njerëz për të respektuar në radio. Është Maj Mali, po, është Maj Mali me të bor, po. Diku jam ose në Austri ose në Zvicër. A ti mund jesh në mes, këte ish Austria, këte ish Zvicër. Aty kam qenë, në kufi. Mund të bie në Austri, mund të bie në Zvicër. Në Austri në të njëjtën kohë. Ua, sa bukur, edhe kjo një natyrë fantastike. Në periudhë pranvere këtu. Gjithsesi është larg të shkosh nga Bregenzi nëpër këto hapësira hiking apo
domethënë është e prekshme me lehtësi. Janë varet tash varet. Po them kështu, me gjysore me makinë. Është mund janë më të afërta, gjysore 20 minuta. Pastaj ke edhe 1 orë gjys 2 vat sepse aty me vërtet në midis Alpeve. E ke menduar ndonjëherë ta ndryshosh qytetin, Kledi? Ti mos më vit pyetjet mua, se sa e mendova. Mos u fut në mendimet e mia. Vienën për shkak, kur ke vizituar Vienën, ke thënë pse mos ri këtu, po duhet shkoj aty. Ore ky ka zyri unë gjysore larg ore. Dgjoj, Viena është sinqerisht e bukur, kam qenë Wien Woche, java e Vienës në moshën 8 vjeçare dhe më ka pëlqyer zakonisht Viena, shumë qytet i bukur. Dhe me modelingun kam qenë shpesh në Vjenë. Po nuk e ka të ngrohtësinë dhe dashurinë që ka Bregenzi, sepse nuk është vetëm thjesht emri që ka Viena. Viena ka me vite rresht, nuk e di 7 ose 8 vite që ka standardin më të lartë sikur qytet në botë. Standardin e jetesës. Austria është zemra e Europës. Është në mes, por po ti pse nuk zgjedh sërish në këtë lloj standardi atë? Sepse standardi ku është Bregenzi. Është nga më të lartat në botë. Ashtu ë? Sepse aty ke afër 3 shtete, që është Austri, Gjermani, Zvicër. Në 2 orë me makinë je në Francë, je në Itali. Pra i ke gjitha gjërat vend strategjik, po. Kurse në Vjenë ke vetëm Vjenën. Dhe përveç kësaj, Kledi nuk Bregenzi kam përshtypjen, në paktën atë ndjesi më dha mua, është një vend që akoma nuk është shumë i rraur nga turistët. Pra nëse ti në Vjenë mbytesh se nuk kalon dot nga aziatikët, nga orë dhe shqiptarët edhe ku e di unë më the tash, pra shumë turist, në Bregenz nuk e ndjeva këtë lloj atmosfere. Nuk ka ardhur në kohën e unë kam ardhur në gusht, se atëherë ishte Evi Shtatzan. Ti ka në fund të gushtit sepse amfiteatri është më i madh në botë në ujë, që është që një. Po që ne e pam dhe shkuam. Edhe aty ka bërë dhe filmi James Bond, është gjuar, të kam thënë këtë historinë. Në qershor dhe gusht aty nuk ec dot nga turistët. Pra është goxha vend turistik. Por është turistik gjatë gjithë vitit. Pra është turistik gjatë gjithë vitit, po jo me të njëjtat përmasa, padyshim. Po absolutisht, sepse qershori, korriku dhe gushti janë ekstrem. Çmimet, I themi pak çmime se ndoshta po bëjmë kurioz për të lokacion. Dua të fle, po jo në kushtet e Ariola Sheut që fle luxury. Ma nxori namin këtu luxury. Mbas pandemisë kanë ndryshuar çmimet ekstrem. Për shembull dhe zvicerianët tronditën. Ankohen zvicerianët për çmimet. Imagjino që nga shumë shtrenjtë. Për shembull për të hashë kështu, akoma jo ekstrem, por është goxha. Pra mund ta vizitoni, por nuk duhet të hani të dashurish. Jo, se ka, janë çmimet janë. Po nëse rin 2-3 ditë si e bë. Po nuk do të shkosh ke vende që nuk janë në qendër të Bregenzit, ke edhe janë ashkalo këto. Po në Komte, në Hiking, kalojnë në Zvicër këta, ku të vënë shkretët. Po në përgjithësi çmimet nuk janë lirë. Më thuaj një drek tipike 2 persona, 2 të dashuruar që han 2 gjëra, 3 gjëra, kështu han një drek normale, 2 të dashuruar. Ai restoranti që ishte kështu si e morëm vesh që ke qenë Ariola Sheo në këtë vendin e shtrenjtë. Jo, shumë i bukur dhe mund t'ja. Viva, jo ke meksikani, ishte një kështu si me arkitekturë pak më klasike. Që shkua ne to që shkuam ne dhe pakove tipo. Pra, që pakoj paviot. Po mia, ajo shkoi, sa ishim në 4 veta. Shkoj ke 180 euro. Po 4 veta 180 euro, nuk duket e pamundur. Me menua normale është 25 euro, po që ke edhe sallatën. Që është po ke edhe sallatën që nge mirë. Ka supermarket? Ke. Supermarket janë më lirë se këtu. Atëre ham të gjithë në supermarket, nuk ka problem, aty ka ushqime në supermarket apo jo kështu, nga këto të gatshme të përgatitura. Ja u zgjidh. I zgjidhen, po kemi edhe halle të tjera për të zgjidhur pas pak. Rregull, nuk do flasim vetëm për këtë lokacion, sepse ti besoj je nga ata njerëz të cilët e kanë eksploruar Europën, e kanë eksploruar, po ka. Ai ka vënë në bio në Instagramit Traveler. Ka prandaj po them, do flasim vetëm për këtë gjë. Që unë cilësova zgëqe kërkoj falje, nuk do ta bëj më, që ka vërtet vend shumë i bukur se regjia po na pasqyronte vetëm lokacionin që po e diskutonin me fjalë, po edhe me figurë për gjithë ata që na ndjekin në TV, dhe që ka vend vërtet shumë i bukur, si në këtë moment e shohim Dëborën. 200-300 euro, vetëm të jepin ato gjën aty po. Udhëtimet janë të bukura gjithmonë dhe janë eksperiencë më vete, kështu që do të ndajmë ca eksperjenca me Kledin vetëm pas pak, sepse tani do të shkojmë në muzikë. Jemi në studio me Arion Muçën, Ariola Sheu dhe Kled Hysa, po ndajmë eksperjenca udhëtimesh. Kledi po na tregonte pak që ka udhëtuar në jetën e tij. Kled, e mban mend udhëtimin tënd të parë në jetë, like me avion, po mendoj se kështu me makina. Pikërisht ka qenë në Austria. Për herë të në Austri. Udhëtimi i parë jetës tënde ka qenë në Austri. Pra për te kufirit shqiptar. Ka qenë 96.
pra çudi e madhe bilet u thoje me avion. Që shkonte bileta avionit 500 euro. Si mbajmë këto gjëra. Kur shkonte kaq shpejt, nuk kisha as avion. Po tamam. Po lokacioni i dytë që të vinë në ndërmend kur flasim për udhëtimet, pra ku shkon kujtimi yt në këto momente, kur flasim për udhëtimet. Bregenzi ishte pastaj që u vendosa dhe të jetoj. Do bëjmë rregull, no Bregenzi. Jo, ishte Vjena. Po pse mo xhaj kaq, ore duhet ta çojmë në Bregenzi që filloj me Bregensin. Të dashurosh dhe ti. Tani filloj të flas për Linjano Sabjedoro, kur jam rritur unë 20 vite. Do ta bëjmë. Arioni vjen në Bregenz dhe ai të dashurohet. Do filloj të flas edhe për Bregenz. Atë po mendoj. Ishte Vjena, kryeqyteti, që ishte një javë, kam qenë edhe një javë në ski në Alpet e Austrisë. Pastaj ka qenë Italia. Okej. Ku në Itali? Zvicra, po dhe Zvicra kam qenë pikërisht Zyriu, St. Gallen, Zyriu, Lucerna, Muniu. Ka qenë shumë sepse kam qenë fan si Bayern Muniu në atë kohë, kam qenë në Muni. Ke udhëtuar me futboll? Në futboll po. Kur ke qenë lojtar? Kam qenë lojtar, po gjithë Austrinë. Vetëm në Austri ke luajtur? Kam luajtur në Austri në kategori 3 dhe 2, pastaj kam lozur në Zvicër dhe Gjermani, por aty kam qenë lokal. Vetëm kur flitet gjermanisht, me sapo kuptoj. Po. Vetëm gjermanisht. Nuk kam pas menaxher. Ke arritur menaxher. do të shkosh drejt, ndoshta për Fuskocë, ndoshta s'është edhe s'ka qenë në kërkesat e tua në Itali për shkak të luajë për një skuadër italiane, ke patur kërkesa? E para për ta zbuluar pak të moshën me Kledit ke futbollit. Në moshën po do bësh. Në moshën 15 vjeç kam filluar të los futboll, sepse nuk na lejonin prindrit të loznim kur jetonim në Austri, kështu në Shqipëri. Edhe nuk kam pasur menaxher në atë kohë. Dhe në atë kohë ishte të kishin një menaxher ishte e domosdoshme, A dhe B ishte shumë e domosdoshme edhe të paguash, duhet të paguaj. Po, të paguaj mirë menaxheri që menaxhonte dhe të çonte në skuadrat e duhura. Sot është ndryshe. Sot është një dytish menaxher. Kështu që po ti s'patë ndonjë dëmtim në gjuhë, si thon zakonisht ata që unë do isha me kategori të parë, po dëmtova te gjuri dhe se dola do. Pata dëmtim, po në moshën që ishte kohë të leje futbollin. 32-3 vjeç. Aty fillojnë dëmtimet. Për gjithë ata që kanë dëmtime, por jo në trup, por tek makinat e tyre, duhet të falenderojmë Auto Direct, pjesë këmbimi origjinale për çdo model makina të dashur miq, me dorëzim të shpejtë dhe të saktë brenda nëse dëshironi dhe brenda ditës, brenda pak orësh, me çmim konkurrues që nuk e gjeni në as edhe një pikë tjetër, duke falenderuar Auto Direct dhe duke ju garantuar ata, garantojmë edhe ne, çfarë ka ndodhur? Ja, po e tregoj. Po e tregon ti, duke garantuar performancë, siguri dhe qëndrueshmëri për automjetin tuaj. Ka dhe një moto shumë interesant, Auto Direct. Udhëtoni të qetë, udhëtoni të sigurt. Faleminderit që jeni me ne, faleminderit që mbështesni këtë program që është shumë i bukur me thënë drejtën se flet për udhëtimet. Nëse do të thosha, udhëtimi më i bukur që ke bërë në jetën tënde, kë do veçoje? Vetëm bukur ose më interesant. Vetëm. Pastaj atë me gruan dhe me fëmijën. Po, kjo është pyetje. Tan. Jo, sa mund të pyesim edhe për shembull për destinacionin që do doje të shkoje, nëse do Si te milioneri mund bësh dhe një telefonat në shtëpi nëse do. Ndihma e publikut. Është nuk mund të veçoj një, nuk kam. Është e pamundur, po një që do thoya nëse ti nuk ke qenë aty, që është Stambolli, ti s'ke pa botën, s'ke pa asgjë. Nice për zgjedhja. Po, Stambolli, duket kaq afër Stambolli, duket kaq, po e përdor unë si shprehje, këtë nuk është kështu. Na largoi Kledi për herë të parë nga Europa klasike, ëh. Stambolli duket si një gjë që ti e prek kur të duash. Ne shqiptarët Stambollin e quajmë si një gjë kështu tonën të konsumueshme. Ndërkohë edhe unë kur e kam vizituar për herë të parë Stambollin, para pak muajsh e kam vizituar, më ka lënë mbresa shumë të mira dhe më sidomos logjika e të ngrënit një ushqim që ti mendon se e ke ngrënë në Shqipëri, pra se kur ti mendon ose në jetë, po ti mendon se ke ngrënë ushqim turk. Ndërkohë kur ti shkon dhe provon realisht ushqimin turk, thore, këtë ushqimin se kam ngrënë ndonjëherë, s'ngjan baklavaja jon me baklavan e tyre. U bë ka bukur këtu. Po pse bëj kaq bukur në Stamboll? Po Stambolli çfarë të impresionoi? E para ishte sepse e para është që më ka pëlqyer është se janë dhe si ne. Po prap nuk janë si ne. Por ata dhe prerjen fizike kanë shumë janë si ne, po nuk janë si ne. Po të duash ti shohësh si ne mund ti shohësh, po. Kanë atë mentalitetin dhe po kam punuar si model 2-3 muaj në Stamboll dhe kam jetuar dhe kam pasur çdo cep të Stambollit, qoftë në Azi, qoftë në Europë. Dhe çfarë kam ka bërë përshtypje që kur thot Azi sepse Stambolli lidh të dyja pjesë, evropiane dhe aziatike. Më ka bërë përshtypje që me makinë për shembull se ne kena pas shofer, nuk ka një rrugë që ecën drejt.
është gjithmonë ola, ola. Dhe më kujtohet një moment që po ecnim, ishim 15 model makinë dhe po ishte rruga kështu. Edhe e la makinën dishes. Dhe gjatë rrugës shikoje gjithmonë njerëz që pinin çaj të çdo lloj moshe në nxehtësi, ishte 40 gradë, 45 gradë. Çaj pihet pikërisht për të freskuar, edhe i ngratë. Pinin çaj do këtë se kuptova, aty kam mësuar krijon ekuilibër temperature në edhe një dashuri nga njerëzit. Ne shqiptarët na duan shumë turqit. Unë kur kam takuar për herë të parë një turk që fliste shqip, gjëra e parë që pyeta i thash ore, si na shihni ju ne? Domethënë, cili është perceptimi që keni ju turqit për shqiptarët? Dhe herë e parë që dëgjoja se më ishte thënë që ata nuk kishin ndonjë respekt shumë të madh për ne, më thanë ne ju duam shumë. Nuk e di nëse ishte reale apo jo, po perceptimi që më dha duk sikur ishte vërtet ajo që më thoshte. E pash për shembull kur njoha disa direct që se ndoshta ka historian këtu që thonë si na duan ata ne, ata na kanë pushtuar, se s'dua ti futem kësaj gjë, ë. Unë kam me fakte. E kam me fakte dhe kam njohur një menaxher që merret me këto filma të serial dhe më ka ndihmuar shumë që të gjej agjenci. Me pull të kuqe apo pa? Pa, okay. Më ka ndihmuar të gjej agjenci, më ka ndihmuar, më ka çuar edhe me pushime, më ka paguar mbase dhe më ka ftuar bashk në atë kohë që isha me Shokë, po. Edhe ishin goxha të pra jo sponsor, jo producent, jo shok. Dhe më shlutur që të jetoj në Stamboll, që të më futej. Dhe ti pse nuk e bëre këtë? Që të më futej në serial. Nuk e bëra sepse nuk isha vetëm në Stamboll e para dhe e dyta me kë ishe në Stamboll? Me ekipin si ishte vetëm pas po nuk ishte vetëm ishte ke pas jetë edhe para gruas tani. Pse flet kështu? Unë mund të ta nxjerr bojën këto programe të ta di gjithë historinë. Jemi në travel, jemi back in time. 15 vjet mbrapa. Tani ai ka pas jetë përpara gruas tani. Ariona, nuk kemi zot Ariona. Dhe kjo, ja. Nuk e mendove të shkojë. Ariona pretendon që ti të kesh shirë memorien për çdo gjë që ka ndodhur. Por ishte më vërtet shumë e vështirë të punoj si model në Stamboll, shumë vështirë. Dhe 3 javët e para kam vuajtur shumë, ose një muaj i parë sidomos, sepse nuk kisha njohjet. Në Europë për shembull unë jam direct booking. Pra domethënë pyetem a ke kohë, kurse atje do të bësh casting. Qartë. Dhe për ta thelluar shumë interesante. Na ri këtu se më pëlqeu shumë si tem pas reklamave dhe pas muzikës së dashurisë. Jemi në Top Albania Radio, jemi me Kledin, me Kled Hysën, po diskutojmë në lidhje me udhëtimet, me casting, me mundësitë, me opsionin e të lënit të Bregesit për një vend tjetër. Për një vend më të mirë. Kledi, ishim në për ta mbyllur kohën, ishim në casting. Në casting që bëje në Stamboll, pra ishte shumë e vështirë të gjej punë. Derisa të njihesh edhe nga fotografët, nga menaxherët, nga casting director. Dhe pse aty funksionon shumë bota e modelingut, ë? Dhe ti po ta shohësh në telenovela turke dhe në seriale turke, ke të gjithë që kanë kaluar, domethënë 50% janë nga bota e modelingut. Dhe kam njohur disa nga ata. Ishte një brazilian për shembull që nuk vinte fare, kur vinte ai në casting e dishim që mashkulli i parë është bek, kush është i dyti, sa kishte jetonte ka 10 vjet aty. Edhe ata të famshmit bënin casting. Pra edhe ata që ishin të afirmuar. Po vinin për të provuar rrobat, nuk vinin për ishin. Mund të bëj një pyetje që lidhet më shumë me tipologjinë e biznesit. Kishte në këtë botë apo ka në këtë botë edhe kërkesa jo interesante? Po e bëj kështu, po e bëj pak më të butë pyetjen. Pra, je gjendur ndonjëherë në një situatë e cila lidhet dhe bota e modelingut flitet për abuzime, flitet për dieta të forta, flitet për drogë, flitet për ndoshta ndonjëherë edhe për afere seksuale për të marrë vende pune, po s'dua ti futem aq thellë. Dua të di ku je gjendur ti dhe kjo fundit ka ndodhur. Për shembull, ishte një modele për shembull që jetonte me modele të tjera, ndanin krevatin. Domethënë unë kam pasur apartamentin tim kushtonte $450, kurse ato pagunin $600 për krevatin. Domethënë nëse unë më shumë punë më janë marr sepse nuk jetoja në apartamentin e modelingut. Dhe klientët i kam takuar rastësisht në rrugë. Si pjesë e grupit e kam takuar rastësisht në rrugë dhe më kanë thënë pse nuk erdhe tek videoklipi. U thash unë nuk kam ditë gjë, pra menaxheri tha që ti s'ke kohë. Pse? Sepse ato që jetonin në shtëpinë e modelingut modeleve do bëshin lekët që të pagunin qiran. Kështu që shumë punë janë marrë për këtë arsye.
plus që edhe kishte edhe goca që jetonin aty, sa iku njëra, vetëm ku vjen në casting kjo me Range Rover. Tham, po kjo çan hodhi? Shefti. Do të thënë ekziston, me thënë. Kto që janë thashë feme në botën e modelingut që kërkan diçka pas ka të vërtetë. Rusët për shembull në çik. Si Arioni sikur si dikta. No, rusët për shembull, kem ka po përshtypje në Stamboll nuk i duan fare. Ruset. Dhe erdhi një ruse nga Greqia dhe po pse ka një arsye apo? Po është arsyeja që e din, nuk i duan sepse sillen si nuk kanë pra nuk janë thjesht modele, mund të jenë diçka afrose, diçka shoqëruse. Ato bëjnë diçka që të kanë klasën. Edhe një ruse, po e tham ruse nga Greqia dhe e pyeta nga jeti, where are you from? I am from Greece. Si ai shqiptari në New York, që tha jam italian, tha si e ke emrin Beni, e kupton? Ishte një kështu meme në New York. Po këtë e kam përjetuar sinqerisht. Edhe më tha njëri, tha, "Tu që je brazilian sepse i duan shumë brazilianët." Hey, where are you from? Arnaut. I am Arnaut. From Brazil. I am Arnaut, bro. From Brazil. Po der Arnaut loku apo? Na kanë dash kështu, brazilianët i donin shumë atko. Por është luftë sinqerisht aty kam mësuar çdo thotë ti je model. Vërtet, ëh. Absolutisht, aty i kuptoj edhe them me plot i kuptoj disa situata që me kalu klasën hajt. A ke parë në një personazh që e ka nisë bashkë me ty dhe pastaj u katapultua në pozicione shumë të larta ose sot mund të jetë famoze përmes këtyre, le të themi, makinacioneve, përmes modelingut. Mund të them që për shembull shumë modele nga Europa që më ka ra të bashkëpunoj ose të punoj me vite janë shumë të famshëm në Çeki, në Sloveni, të punojnë në televizor, që nuk e di ai këngëtare të famshme, sepse agjencia modelingut në Austri, kjo ka qenë fatim, sidomos në Bregenz ne kemi qenë një staf mbi 15 model nga gjithë Europa. Internacional, po e them që ishte sepse ne edhe kërcenim dhe udhëtonim me makinë Paris, Milano, Berlin. Wow, i ke prekur këto sfilata. Po gjitha, edhe ishim 2 javë kishim stërvitje për gjithë koreografit dhe pastaj boshim sfilatat gjithë sezonin. Shiko, këtu në Trip Top flasim shpesh edhe për kostot. Pra kosto që ne përballojmë kur shkojmë me pushime etj. Po meqense biseda po bëhet shumë e bukur, nëse më lejoni të pyes në lidhje me a ja vlen baraqiran, pra të bësh këtë profesion, pra a ka pagesat mjaftueshme të mira për të mbajtur veten apo pse jo për të krijuar një familje siç ti ke sot? Absolutisht në kohën unë gjithmonë e kam dashur dhe e kam bërë, por nuk e kam bërë 100%. Sepse ka qenë part-time. Po kam qenë dhe ka qenë futbolli rreth pa që më pagesa më e madhe që ke marr. Këtë nuk e them dot. Nuk e them, as duhet ta them. Okej. Sepse nuk ka të bëjë. Po pagesa më e vogël po të ka pëlqyer brendi për shkak që ke punuar? Pagesa ka qenë puna e parë si model. Pse thuhet për shembull pagesa? Pse di, unë e kam prekur botën e modelingut dhe të them të vërtetën pagesa më e majme që kam marrë ka qenë 2000 euro. Më e majme në periudhën time. Nuk e di domethënë, sot kam dëgjuar për shifra shumë të mëdha, po unë kaq kam marrë shumë. Unë të tregoj mbrapa një ofertë që më ka ardhur. Ta tregoj mbrapa. Ma trego. Po më pakta po për hir të brendit e ke pranuar? Ka qenë puna e parë. S'ka qenë brendi, ka qenë dëshira për të përfshirë. Jo, ishte më pyetën klienti don që ti është një sfilat, madje nuk ishte as model, thjesht si personazh. Më thanë është një do jetë një sfilat dhe ty të duam si angel. Edhe do u lyva si angel, të nuk e dija, edhe do shpëndaja disa produkte të kësaj firmës. Pakesa ishte 150 euro, më duhet ose 200 euro. Valla 200 euro thashë. Puna parë. Ke qenë i vogël? Kam qenë në fillimet e tua. 19 vjeçari 200 euro i ka të vyer, i ka shumë të mira. 19 dhe e bukur ishte ftova dhe motrën. So këtu thash mos. Por aty thash nëse ti do të bësh, po se bëre këto patjetër do të kalosh gaveta. Shkallë pas shkalle. Gjithsesi, pyetja që do të bëjmë pas pak, sepse duhet të ikim në këtë moment në pak muzikë, po përgatitu se është mes Tiranës edhe Bregenzit, kë do të zgjidhje. Vetëm pas pak me Kledin. Dhe bët shumë mirë që qëndruat me ne që prej fillimit të programit jemi duke u argëtuar ne dhe kur argëtohemi ne, si? Nuk do mbledh topat. Vazhdoni. Vlit topati. Bravo. Rakatapalle në italisht, ata ku luajnë çunat futboll janë ato ose ata të rinj që mbledhin topat në fush. Ishim duke u argëtuar dhe ne këtu do thoja të dashur miq, Ariola Sheu je shumë e mirë, po luanim me Kledin edhe me topa, ja ruam të vendosim në vendin e dur. Ju që po na ndiqni në radio, këto gjëra nuk i shihni, kështu që nëse keni dëshirë mund ta rishihni
këtë episod në YouTube, sepse publikohemi dhe jemi dhe prezent në YouTube. Ju që po na shihni në kanalin 10, besoj se jeni duke u kënaqur. Shoqëria është e mirë, muzika është e mirë dhe Kledi po na tregon aventurat e veta. Unë fjalë tani, ëndër kam pas të jem bashkëprezantuese me ty. Ja, ndodhi. Edhe pse në televizion më ka rikthyer kjo zonja këtu, po besoj këtë bisedë kemi bërë disa herë. Ne kalova si zonjë e madhe para kamerës, ti zonjë di që unë Arionin e njoh para te. Çfarë thumër? E kam ndjekur tek. Po si ne bashkë kemi qenë model të dy për Klet, çfarë bëni shumë. Kemi, më vjen keq ajo la sheh. Kjo është jeta Kledi, çmendurit. Po, ta kam kur e kam njohur. Çmendurit me shokët. Ke në një moment që mund ta shohësh. Aventura kemi disa, sidomos në kohën e futbollit, por një sekond i them Evi ta heqë radion në këtë moment. Po, mos ta dëgjoj. Alo, Evi Reçi, po, mund ta fikësh radion. Faleminderit. Jepi. Një nga më të bukur ka qenë ishim me shokët, ishte ora 7 mbasdites, ishte ditë e shtunë. Dhe mendom, çfarë bëjmë, thënë, ikim Stuttgart, thënë. Stuttgart. Po, spontan, edhe thot ishim 4 veta. Okej, të 4. Sikur ishim vesh. Stuttgart përcaktohet distancën. 2 orë me makinë, po 200 kilometra. Çfarë ndodhi? Sa qefi. Shkom në Stuttgart, ishte një diskë shumë e njohur quhej Move në atë kohë. Aty shkosh Move. Aty shkonin vetëm VIP-at, sinqerisht ishte rreshti për të hyrë. Nuk di, kjo është po të shkom aty tash si t'ja bëjmë se shohim anën djathtës ishin vetëm 4-5 veta. Tash ishim 4 çuna, pa vajza. Ky dot problemi tjetër. Shkom aty tash dhe thotë shoku im tjetër, dëgjoj. Ky djali martohet javën tjetër dhe kemi ardhur ekstra. Beqaria, beqaria. Pse unë? Pa taksi, dhe kemi ardhur që të bëjmë të festojmë beqarinë dhe na pajnë edhe ta kjo është gënjeshtra më e bukur që më kanë thënë për të futur. Është spontane, e provojmë, edhe na la të futemi, pastaj shijuam gjithë natën, e tepruam çik me pijen, domethënë shoku jon. Jo ti, patjetër. Po nga këta shokët e tu i ka puthur njëra kështu me zor nëse kam dëgjuar që Vjena, vajzat i ka shumë Austria. I ka patur vajzat në për klube. Ka 5 orë larg Vjena nga Bregenzi. Po, okay. Unë po flas, ku nuk e di pse kur them Austri them Vjenë në kokën time më bëj gabim, patjetër. Po Shqipëria patjetër. Nuk e di çfarë më lidh me Vjenën, çfarë më ka lidhur me Vjenën. Kam dëgjuar që në Austri, vajzat austriake, sidomos kur janë në efektin e lëndëve siç është alkooli, janë shumë të zhdërvjellta thuhet, po. Se vetëm në Austri. Kam dëgjuar në Austri, ka ndodhur që në një nga shokët jo ty, do të kenë kështu. Po, nga të thurura shturen. Ka ndodhur po se kam pa. Jo, nuk thjesht e ke dëgjuar, S'm ka pamaki, tekun nuk afronin dot. Ja, të tija ishte shumë i gjatë, ishte vazhdet. Aventurat të tjera të largta, edhe më të largta se kjo, apo situata që jeta të ka vënë kur ke qenë me udhëtime përballë një gjë që thua, okay, tani e mësova edhe këtë gjë. Unë shumë jam gjendur pa lek në udhëtim dhe nuk e di si ja kam dal dhe truri fillon punon ndryshe. Kurse unë për shembull një herë kam fjetur në një hotel që natës varri do t'ja tregoj. Imagjino, ishte vetëm me 4 yje. Jo, për zotin me milingona. Ishte me milingona. Ai mirë ka qenë për lëviza, nuk fjeta. Si milingonat edhe ti. Si milingonat, dhe unë bashkë me milingonat. Po ishte eksperiencë shumë e keqe. Jo më jo këtu në Shqipëri. Gjë në menim ka ndodhur para 4-5 vitesh, mund të them, kisha erdhi një rastisht një punë modelingu prapë në menim dhe ishte në 11 të darkës. Dhe në orën 7 mëngjesit kisha tjetrën. Tash në orën 11-12 mbarova, nuk kisha kohë as për hotel, as për gjë, nuk tash 2 orë të kthem në shtëpi dhe kam flet makinë tash. Dhe ishte ditëlindja ime, atë kam flet makinë. E gjetëm titullin. Kam fjet në makinë për ditëlindjen time. Kledi rrëfen historinë e çuditshme. Dhe për vetëm ishte në makinë. Frikshme shet më shumë. Dëgjoj, dhe e bukur ishte e bëra për që ta them një ditë që e kam bërë këtë. Sinqerisht, ishte thjesht për eksperiencë. Pra nuk zgjodha as hotel as gjë, tash do flem makinë për ditën time. Ta provoj. Si ishte zgjimi? I la lekët me kështu karburance, e mbajti ndezur që të rinte ngrohtë. Zemra, ora 6 jam zgjuar, kam bë vrapin, se bëja çdo mëngjes servite, bëja ato orën 6 kam pritur me kaq shumë durim që të qof. Se nuk lejuaj të bëje vrap para orës 6, ëh, ti. Jo, e kisha. Ta hante kuçi dhe maçi. Ishte errësir, prandaj kishte probleme, ishte errësir. Çfarë flete? Ose delti ti del. Jo, aty sepse në 7 kisha orarin dhe më lejo të futem brenda, prandaj ishte. Udhimi më i largët që ke bër, destinacioni më i largët që ke bër. Do të shtoj
çfarë përket destinacionit, se modelingu ka të gjëra pozitive shumë të mira. Dhe në kohën modelingu. Deri tani vetëm pozitive na ke thënë, thuaj edhe një negative. Ka pas negative dhe Turqia ka qenë eksperjenca më e egër që kam kaluar si model. Absolutisht. Gjithë aty kam kaluar gjitha. Që ka me duar me ndonjërin? Deri aty mbas edhe ka shkuar, po. Me menaxherin e agjencisë. Çfarë thua? Po nuk pasi thash nuk më dha punë që ishte mirë. Usura. Po, edhe për pagesën. E nëse e bëm negative, nuk e duam negative. Natyrë konfliktuale shumë. Kanë kaluar gjithë. Por ka qenë për shembull që unë shikoj si motivim, un kam pas frikë avionin rreth para shumë vitesh. Çfarë thua? Avionin apo të fluturoja? Avionin po edhe jo, të fluturoja gjatë, për shembull në Amerikë. Më kërkoi një agjenci në Los Angeles për 3 muaj, ai mbasi më janë lutur. Dhe çfarë thua, ke humb mundësi se kishe frikë me udhëtim me avionin, pra unë gjeta 1 milion arsye që thonë jo. He, po kur i vin saktë mundësi Kjo këtu është gati tipi duke paguar me lekë veta. Pastaj edhe Tokyo më kërkuan në Tokyo, se po punoja në isha diku në një paneri në Munich dhe më kërkuan një agjenci e Tokyos, ishte një Star Models quhenin. Tha, unë të dua në Tokyo, ti punon çdo ditë. Po nuk i dija pagesa gjë dhe mendova, okay, why not? Tu bë kështu, ku udhëtimi 12 ditor, sa është udhëtimi 12 ditor? 14 ditor. Kisha fobi të merr, pra kur jam në avion se kam frikë. Ideja që do të 14 ditë të bëj. Dëgjuar në herë atë shprehën kur të vjen hapi terën. Edhe ç'a ndodhi? Ç'a ndodhi mbaj këtu? Libri, udhëtimi më gjatë, libri që lexova. Ko radiofonike, priti. Publicitet këtu. Prit se di unë që ngrofe tani ti të desh një gjysore. Kthehemi pas pak me eksperienca të tjera. Do të themi shumë. Përsëri të bashku. Top Radio me Arionin dhe Ariolën. Më fal, me Arionën dhe Arionin. Mirë se jeni. Shumë mirë ju që po na dëgjoni, është kënaqësi. Unë jam Klediuza, i dashuri i Evi Reçit. Se jeni marrë me letra. Jeni me letra? Me letra patjetër. Ka bërë ndrim pronësia ajo. Dgjoj, ndodhi ajo me librin që lexova, librin The Monk Who Sold His Ferrari. Nga Çesheti. Dhe po, mbas leximit. Jo, kështu gjëra me punë kuqe nuk duam. Apo s'është me punë kuqe. The Monk Who që shiti Ferrarin e ka shkruajt Robi Sharma, dalë pritse. Është nga Kanadaja dhe jeton akoma. Çfarë lidhje kishte me udhëtimet tona tani, këme Ferrari? Po s'ke durim ti dëgjosh. S'kam durim vërtet. Ja po që ta mbaroj maneta më si iku. Jo po se ka. Mbas lexova këtë libër me aty audiobook apo e lexova? Lexova. Kota, sa faqe. Po mu desh 2 vjet, 3-4 muaj gjys viti. 120 faqe ka. Ndodhi ajo që preva biletën për Amerikë dhe Amerika është udhëtimi më i gjatë që kam bërë. Wow, ku ke shkuar? New York. Mbas librit, u frymëzova. U frymëzova dhe edhe është ajo që thon, okay, tani ose lexo libër dhe kam lexuar libër ose e praktikon. Ta leximi i librit është kur ti e praktikon. Edhe preva biletën kështu pam. Tani na motivove. Edhe kjo kam lexuar 11 minuta për shumë. Edhe librin është libër. 11 minuta. Kish libri pa në mail. Amerika. Si po koti kur ka humor, pra se ky lexoj librin u thoj, 11 minuta flet për jetën e një prostitute. Ishte humor. Dhe qeshëm, Arion, qeshëm. Kjo ishte pra Amerika, ishte New Yorku. Arion, je shumë jo serioz sot. Tani ndalëm biseda. Dhe shkove në Amerikë. Po. Dhe u surprizove nga Amerika? Absolutisht. Një botë e re për ty? Ishte një ndjesi gjigande kur mendon që kemi pa gjithë ato filma. Edhe unë këtu e kam pritur për shembull ku kam zbrit për herë të parë në Austri, pritja këto grataçelet e mëdha gjitha. Si gjetë shtëpi dyqaçe, shtëpi private gjë. U zgënjeva total. Dolen në New York, jepi, si ishte ndjesia. Avioni për shembull në zbritje, që ishte kohë e bukur, ishte një pamje prallore. E pabesueshme. Pastaj kur shkova takova Xhaxhan që punon tek në qendër në Manhattan, shikoja, thosha kjo. Nuk ka qenë shtator kur ka udhëtuar ti, jo. Dhjetor. Po, dhjetor ishte festat e Krishtlindjeve, ishte me vërtet një magji në vete. Ore çuna se tani u kujtova që bëra i pyetje po se mora përgjigje. Ore do e lije në herë Bregesin për një qytet tjetër, po. Qoftë edhe për Tiranën ku ti gjete dashurinë. Po dëgjoj, Tirana dhe Bregenzi kanë një gjë. Tirana, Shqipëria është nëna që më ka lindur, kurse Bregenzi, Austria është nëna që më ka rritur. Kështu që nuk mund t'i ndaj.
S'mund të ndash, po, ore, si me një këmbë këtej. Ore, ka shoqë gruan tate kjo, do ta ndash ti tani. Shoqja jote ka mundësinë që të jetojë. Jo, në fakt mendoj që Kledi ti ndodhi një gjë e bukur mbas daljes nga Big Brother, ke qenë ke Big Nishit, Shafati se ka qenë një cast shumë i bukur dhe në atë periudhë, ti del nga Bigu dhe merr një popularitet shumë të madh. E vi Arena atë kohë që jemi takuar edhe bashkë që të lezetonte Tirana çik më shumë, më duket mua në atë kohë. Ku po çon ti tani? Ku po e çon? Fama, vëmendja. Po është ajo, si thon, shfrytëzo momentin. Dhe kështu e pash. Shfrytëzova momentin, e shijova, unë e shijoj edhe sot. Absolutisht, mbase më shumë sepse të nuk e kam atë vëmendje që kisha, e vëmendja madhe e ka dha të gjërat e veta mbrapa, absolutisht. E shijoj, unë e du Tiranën, e du Shqipërinë jashtëzakonisht. Por në Austri kam hedhur rrënjët. Edhe nuk është. Po nëse pra ke ndërtu jetën. Po, e kam ndërtuar. Nëse Evi do kërkon, Evi, po jo, ndoshta jo Evi, po do të kërkonte jetë të jetoje në Shqipëri dhe ta braktisje Austrinë për shkak të X arsye. A kena lek me mdo? Ja, do e bëje. Do ta lije të ishe ndoshta thjesht turist kur shkoje sipër. Dgjoj, jeta është, un jam vigjeresh në shenjë dhe jam njeri që jam spontan dhe u i du sfidat, i adhuroj sfidat. Dhe hyrja në Big Brother ishte më shumë për jo sesa për po. Po gjitha rrethanat ma bën që të futem, pra unë isha për jo. Por okay, thash, eksperiencë do ta marr, më dha mundësia edhe në qoftë se më jepet një mundësi e mirë, se unë Shqipërinë e dua absolutisht. Por pse duhet gjithmonë të themi o këtu o atje? Kur mund të jesh ku të duash ti. Po, mund të bëj të dyja. Nuk e di, do ke një destinacion që e ke në planet e tua të afërta për të shkuar? Po, është Firenze. Akoma s'ke shkuar në Firenze? Kam qenë me, pra kemi tash. Do shkoni pra. Përsëri. Po nëse se të pëlqeu. Sepse i pëlqeu gruas, dhe gruat të shumë. Ka zot, ka. Po te kemi dhe astej. Po nëse do të jepej mundësia të udhthoj me trip-topin. Shumë Arion Muça në këtë rast po bën gati një udhtim për në X destinacion dhe ose më saktë jep ty mundësinë ta zgjedhësh destinacionin e trip-topit. Pra ato udhtimet që bëjun për emisionin. Ku do më çoje? Cila do ishte ëndra që do thosh Arion, meqense jemi duke udhtuar drejt këtij destinacioni. Sinqerisht, nga që merrem shumë kohë të fundit me meditacionin, është absolutisht është Tokyo, domethënë Japonia. Kam disa shok, po disa që kanë thënë që është botë komplet tjetër. Edhe dua ta prek. Në maj shkojmë përsëri në Japoni. Në maj. Kështu që nëse e mendon në këtë rast nuk ta ofroj dot unë, vish me lekët e tua, por në maj do shkojmë përsëri në Japoni. Jemi tek sekondat e fundit. Ka fluturuar kjo bisedë me ty dhe ishte me vërtet një kënaqësi e madhe të kishim një njerëz që të hedh top, pret top, ishte një pipong i bukur dhe humori, po shumë i bukur. U kënaqa vërtet shumë. Edhe unë gjithashtu. Mendon se mungon diçka ose ke lënë diçka pa thënë dhe do doje ta thoje në këto momente? Një përshëndetje për Ja. Që do dua diçka që lidhet me gjithë eksperiencën që patë këtë një orshme ne. Mendon se nga gjërat e shumta që ke jetuar diçka ende mungon? Jo, çfarë përket udhtimit, kam mësuar nga profesorët, nga njerëzit shumë të aftë në jetë në Austri që ato i thon dhe mësojnë dhe fëmijët e tyre që përpara se të fillosh të punosh dhe të fillosh studimet mbas maturës, duhet të udhtosh. Viti sabatik, viti i udhtimit. Dhe udhtimi është pasuria më e madhe që ti e merr me vete. Po është diçka që ti mëson. Ai të merr me vete dhe ti e merr me vete. Është udhëtim edhe ai që ka mundësi të udhëtoj, sepse sot je i ri, më i ri se sot nuk do ish asnjëherë tjetër. Nëse do jemi të gjithë më zoje pa. Ja, Arion ju treguajmë që bëri program vetëm për udhtimet. Faleminderit shumë që ishe me ne, ishte një kënaqësi, besoj se edhe ju jeni kënaqur në shoqërinë e tij, besoj dhe rrëfimet kanë qenë të veçanta, intervistë si kjo nuk e bër më përpara, kështu që thuaj që jemi më të mirët, faleminderit shumë. Po ke 2 orë që e lyp komplimentin, më nuk lypet kështu. Shko, sot më kanë mësuar po se lypes ta jep njëri. Po se lypes ta jep njëri. Arion, vetëm pas pak do të jemi në Top Albania Radio, do të vazhdojmë të flasim për gjëra të bukura dhe muzika do të jetë shumë speciale. Klet, faleminderit edhe një herë që ishe me ne. Fala nga shtëpia. Po, me zemra. Pas pak rikthehemi në studio. Muzikë e mirë, shoqëri e mirë, nëse keni dëshirë çdo të diel nga ora 18 deri në orën 20 do të keni Ariola Sheu, Arion Muça që ju bëjnë shoqëri me programin Trip Top. Tani më jemi kudo, praktikisht jemi bërë si Kashin që është kudo. Andon Ledhi. E bukur kjo. Jemi kudo sepse jemi në YouTube, jemi në transmetim në këtë moment në radio, jemi në aplikacionin e Top Albania Radio, jemi gjithashtu edhe në kanalin numër 10 nëse dëshironi që mbasi të keni parkuar makinën të vazhdoni të qëndroni me ne sepse ju pëlqen emisioni, shkoni në digital, klikoni numrin 10 dhe aty na keni. Ju që po na ndiqni. Faleminderit që na ndiqni. Okej.
Lajmet. Nice, do të ndalemi prapë tek Austria, do të themi disa vende që janë must-see në Vjenë, nëse pra shkoni në Vjenë. Duhen vizituar patjetër. Është katedralja Shën Stefan, që është edhe simboli i qytetit dhe pa diskutim ka një pamje shumë impresionuese. Është rruga Graben, që është një rrugë luksi me dyqane që vdesim ne shqiptarë, gjithë shqiptarët rrezik aty i shef. Pastaj kemi pallatet ikonike. Un kam shkuar këtu Arion dhe vërtet ka qenë një eksperiencë fantastike me një pamje të jashtëzakonshme. Mua më pëlqejnë shumë edhe këto shtëpitë e vjetra, po mendoj të viteve 1800 që akoma ruhen. Edhe unë jam futur dhe gjë që u bëri më shumë. Jo, jam futur brenda në qytetin e Vjenës, në qendër, kam patur mundësinë të shoh një apartament dhe kur jam futur brenda, ishte shumë i vjetër. Hyrja ishte shumë e vjetër. Çdo gjë ishte shumë e vjetër. Kur ti eci brenda në apartament ishte dru, ishte si ti parke, po ishte parke origjinale atyre viteve Y dhe X dhe kur eci duke si film horror se bënte fiksa të zhurmën e drurit. Një isha pallat mbretëror, film horror. 1800 euro garsonierja ishte me qira. Si mo që jetoj, shkoj e merre me qira? Po, ishte një garsoniere vogël, më kushton 1800 euro. Jo, po flas për këto pallatet që shkojnë 250.000 veta në ditë. Flet për turistët ti. Po, vende turistike. Po jo, kopshtet ishin shumë të bukura sepse ka qenë rezidenca verore e familjes mbretërore, e Sisit të famshme dhe ishte ja vlente vërtet për ta vizituar dhe është një destinacion që duhet të shkojë. Unë kam shkuar gjithmonë vetëm nga jashtë, brenda jo nuk jam futur. Sa bukur që ishte. Do të kishte ruajtur pak nga le të themi mobiljet e vjetra të perandorit apo sendet e tyre personale tek pjesa e kuzhinës, tek pjesa e dhomave të gjumit. E barabartë te kulturë. Duhej vizituar, po, absolutisht. Tani flasim për jo vetëm këto të 1800 e ca edhe 1900, po edhe më përpara ka histori pa diskutim. Hofburg Palace është zemra historike e perandorisë të Habsburgut dhe ka shumë muze brenda, duhet ikim më presion fluturon koha. Po do ikim dhe neve avash, gjithsesi duhet parë edhe Belvedere Palace ku ndodhet edhe piktura e famshme që ne diskutuam pak më parë e Klimtit The Kiss, që duhet parë. Dhe me super muzikën që na shoqëroi sot, kemi ardhur dal nga dal në fund të programit ton Arion. U kënaqem edhe sot, prekëm një destinacion must për Evropën, pra nëse vjen në Evropë pa diskutim duhet ta shkelësh edhe Vjenën. Unë besoj që dham edhe ca këshilla të mira apo i dham që çkeme të praktikisht fluturimet janë fillojnë në 19 euro dhe të përfundojnë deri në 600-700 nëse gaboni periudhën, kështu që Googleoni gjithmonë për të gjetur periudhën më të mirë dhe dihet që duhet të paktën 1 deri në 2 muaj në avans për ta prenotuar dhe për të gjetur ato biletat e mira. Kostot ishin diku te 100 euro dita, ushqimi për një drek ishte relativisht lirë, le të themi 20 deri në 50 euro, varësisht të çfarë edhe kërkoni të konsumoni në Vjenë. Kështu që i dham disa këshilla, Ariola na prezantoi dhe se vendet must see. Po pra që duhet i shohësh patjetër themi evropianizuar dhe ne. Si, nuk do të them det. Po është me e. Është me e aty. Kjo Gjithsesi nëse keni juve ndonjë sugjerim për destinacionet që ne mundet dhe duhet i prekim, pa diskutim që mund na shkruani në rrjetet tona sociale, në TripTop, për shfaqja jonë në Instagramit, ku edhe mund të bëni sugjerimet tuaja. Ne ndërkohë mund na sugjeroni edhe neve ku të shkojmë, se duhet të udhtojmë dhe neve nga një çika. Patjetër që po, dhe meqense jemi tek sugjerimet, doja të falenderoja të gjithë ata që më kanë shkruar, se mbalun para disa episodesh tham që na shkruani në këto momente nëse jeni duke na ndjekur në rrjetin social. I kam bër follow askujt. Nuk më kishte bërë follow askush. Madje kisha marrë një mesazh dhe kishte shkruar ha, nuk të bëj follow. Na shkrit. Kështu që na bëni follow në këto momente nëse dëshironi padyshim për te humorit të ndiqni Ariolën Arionin dhe të ndiqni programin në Instagram, na gjeni sikurse mund të edhe të na ndiqni në kanalin e radios së Topit, sepse aty publikohen edhe copsat e programit tonë. Me shumë dashuri nga Top Albania Radio, po ju lëm në shoqërinë e programeve të tjera dhe muzikës shumë speciale dhe do të ritakohemi ditën e diel si gjithmonë orën 18:00 në TripTop. Ciao. Ciao.